Pas publikimit të listave zyrtare të kandidatëve për deputet Partisë Demokratike, ka pas edhe një reagim nga opinioni publik. Lista e kandidatëve, veç se pa plotësuar në numrin e saktë të mandateve për çdo qark, një tjetër problem ka pas edhe për praninë e listave. Qytetarët shprehen se këto lista duhet të ishin furnizuar me emrat figurave të qytetit, ndërsa ka edhe të tjerë që thonë se zgjedhja e emrave të kësaj liste është më e sakta dhe më e duhura. Sipas tyre, zgjedhja e liderit ka qenë e kuptueshme, llogaritur këtu shtimin në listë të emrave të propozuar nga partitë e koalicionit. Ndërkohë reagime sa i përket këtyre emrave ka pas edhe nga drejtues të figurave të Kampit Blu. Nuk më intereson fare. Nuk i di si një fare njërë ata. Nuk i njeh. Jo. Është listë e duhur kë mendoni? Jo, absolutisht. Po la Malena Bergur e tjera me radha jo. Shumë keq. Jo e drejt. Po me të vësh atë të PPD-njës në zgjedhjet e Dulen, Vangjel Dulen këtu, a i ndihet se kush është. A i su bashkuat do të me pësën që bërë gjitha të pushat për pësën, jo do të jabi Partisë Demokratike. Po të ishë ndjem apo vajza vlonjate, edhe mund të kishte një konkurencë. Po si zor të marrin dhe 1 dhe 2. Të listat që ka PD-ja këtu, si zor të marrin 1 dhe 2. Vi Vangjel Dule të konkuroj këtu. Për mua. Po që e ka bërë. Kam të gjua dhe në televizor. Si u duke? Kaca që si ku unë jam antari PD-s, që është shpejt, edhe me atë do ngele. Me lisën jam i pak e naqë, pa marësi se Lulbasha ka bërë ato zgjedhjet e ti, preferencat e ti, po mos nuk ka pëlqyer dhe shumë. Nuk pajtohen me për disa arsye, disa pika, që mua më duken, që më i zgjuar më ashtu, po lideri vendose, po që ka ca gjëra që sikur nuk shkojnë, por vajzat duhet kishte çik më tepër njerëz. Nuk kam parë as parti socialiste, as demokratike, as fare. Sharmale do të kishte më tepër në ana qyteti Vlorës. Po tani është zgjedhja e vet atyre. Ata kanë bërë zgjedhjet për të dur. Ju jeni dakord me atë listë? Po, jemi shumë dakord. Tanithi çdo gjë ka marrë formë të drejtë. Se deri tani kishte probleme. Po, kurse tani është shumë në rregull. Edhe kështu kalofshin partitë. Këtë kërkon edhe populli. Edhe duam që të ecin sa më mirë, jo të bëjnë edhe për popullin, jo të ketë bashkëpunim. Bashkëpunim me drejtësi të bëjnë për popullin. Se populli të katajkën sy të shteti, pëse thënë a ka shtet, a ka ligje, a ka regula. E kemi sy të ligjet e të shtetit. Të tjerë qytetarë shprehen indiferent ndaj çdo zhvillimi politik, të kujdo krahu e çdo kampi, e sa i përket listës me emrat e propozuar nga Partia Demokratike për deputet të ardhshëm të parlamentit. Pavarësisht debateve që kanë ngjallur në numrin e këtyre emrave, Komisioni Zgjedhor ka miratuar sot listën, duke e shpallur kështu kandidatët zyrtar për deputet në zgjedhjet e 25 qershorit.